Të nderuar besimtar, ja ku jemi sot në xhuman e fundit të muajit Ramazan. Ashtu sikurse e përmendëm në fillim të Ramazanit, do të kalojnë shpejt këto ditë dhe këto net, dhe realisht gjithë secili prej nesh e ka përjetuar të shpejtësi të kalimit të këtyre ditëve dhe këtyre netëve. Kanë kaluar më shumë se 20 ditë dhe 20 net nga muaji i Ramazanit, ditë dhe net të cilat nuk kthehen më asnjëherë në jetën tonë. Lumë për atë i cili ishte i qëndrueshëm në pjesën e kaluar të Ramazanit. Lumë për atë i cili u përkushtua në formën më të mirë, u përkushtua në formën e duhur. Vallai do të na marrë malli shumë. Vallai ka për të na marrë malli e besimtari vetëm se pikëllohet me mbarimin e Ramazan. E besimtari vetëm se mërzitet me kalimin e shpejtë të këtyre ditëve dhe këtyre netëve. Po do na marrë malli për këtë agjërim. Do na marrë malli për namazet. Do na marrë malli për teravit. Por do na marrë malli edhe për shumë prej jush, të cilët do të kthehen me lejen e Zotit në Ramazanin e ardhshëm. Kaluam të ditë dhe të net. Lusim Zotin ton që të na i ketë pranuar gjitha veprat tona. Lusim Zotin ton që të na i fali gjitha mangësitë tona. Kaluan 20 ditë e më shumë. E ka mbetur shumë pak. Ka mbetur shumë pak, por ka mbetur ajo më e rëndësishmja, ajo më e mirë. Ka mbetur më e mira nga ky muaj Ramazan. Prandaj le të shoh muslimani si do t'i shfrytëzojë edhe këto pak ditë dhe këto pak net që ka mbetur. Le të shoh se çfarë vepre ka lënë mangut në ditët e para dhe t'i kompensojë ato në ditët e fundit. Le të shoh sa namaze ka lënë mangut dhe t'ia nisi t'i kompensojë ato. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ishte ai i cili me veprën e tij na mësoi neve si besimtar se 10 net që i fundit nuk është si ai i ditëve dhe i netëve të parë. Na mësoi Muhamedi alayhis salam me veprën e tij, me fjalët e tij dhe me punët e tij, se këto 10 net të fundit përkushtimi i muslimanit duhet të jetë shumë fish më i lartë. Përkushtimi i muslimanit duhet të jetë pak më ndryshe. Më ndryshe në namazet e tij, më ndryshe në përjetimin e agjërimit të tij, më ndryshe në sadakan e tij, më ndryshe në sjelljen dhe në veprën dhe në moralin e tij. Dhe të kujdeset muslimani në këtë 10 ditë të ardhë të Ramazanit se çfarë vepre është duke vepruar. Tregon bashkëshortja e pejgamberit alayhis salatu wassalam dhe thotë se Muhamedi alayhis salatu wassalam në 10 netshin e fundit të Ramazanit e shtonte përpjekjen e tij. E shtonte punën dhe veprën e mirë. Na bëv Zoti ne të gjithëve prej atyre të cilët e shtojnë punën e mirë. Do të mbarojnë edhe këto pak ditë dhe net që kanë mbetur. Vallai do të kalojnë shumë shpejt, ashtu sikurse kaluan ditët dhe netët e mëhershme. Prandaj le të përkujdesim, le të kemi kujdes. Në këto 10 net ndodhet një natë e madhe. Ndodhet një natë shumë e madhe. E lumë për atë njeri të cilit ja mundson Zoti që kjo natë ta gjejë në udhërime të ndryshme në punë dhe në vepra të hajrit. Ishte Muhamedi alayhis salatu wassalam, i cili duke qëndruar në shpellën Hira, duke medituar për Zotin e tij, Allahu i dërgon në muajin e Ramazan, në natën e Kadrit. Në natën e Kadrit i dërgon Zoti i gjithësisë Xhibrilin alayhis salam për t'i shpallur atij ajetet kuranore, fjalë të mëdha. E këtë natë Allahu subhanahu wa taala
e ka përshkruajtur në Kur'an në një sure të vetme, me të cilën edhe e ka emërtuar këtë sure, surja Qadr. Thot Allahu i lartësuar, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lejlatil qadr. Ne, thot Zoti, e kemi zbrit këtë libër madhështor, Kur'anin, në natën e Qadrit. Wa ma adraka ma lejlatul qadr. Po ku e di njeriu çfarë është nata e Qadrit? Ku e di ti edhe unë që është nata e Qadrit, nëse nuk ta mëson Zoti, nëse nuk ta tregon pejgamberi alayhis salam. Mëshira e Allahut të ka tregu që është një natë, që quhet nata e Qadrit, dhe të ka tregu për vlerën e saj. Sa është vlera e saj, o Zoti i gjithësisë? Lejlatul Qadri khairun min alfi shahr. Është natë e cila është edhe më e mirë se sa 1000 muaj. Mbi 84 vjet. Prandaj themi lumë për atë njeri të cilin kjo natë e gjen në adhurime. Por që ta arrish këtë natë, nuk duhet thjesht hapësh kalendarin dhe ta shikosh çfarë dite është dhe të pyesësh dhe të interesohesh. Po duhet të thellohesh pak më shumë. Duhet të dëgjosh fjalën e Muhamedit alayhis salam, i cili thotë kjo natë nuk është fikse në një natë të caktuar, por ndryshon vit pas viti. Por ajo çka është më e rëndësishme është se kjo natë është në 10 netshin e fundit. Ashtu sikur se thonte dikush prej të parëve tonë, nata e Qadrit është në njërin prej gjithë ditëve të vitit. Dhe kjo është e qartë. Pastaj thonte nata e Qadrit gjendet në Ramazan, duke ngushtuar pak. Pastaj thoshte Ramazani 29 apo 30 ditë, ta ngushtoj edhe pak. Nata e Qadrit është në 10 netët e fundit. Pastaj e ngushton vetë pejgamberi alayhis salam duke thënë, nata e Qadrit është në netët teke të këtij muaji. Prandaj ne mundohemi që në këto 10 netë të fundit t'i plotësojmë gjitha, se nuk e dim se në cilën natë është. Nuk e dim fikse se në cilën natë është. A për njerëzit të cilët nuk janë në xhamis, për mos me bë debat i themi po, shikoje kalendarin. Ama për ty dhe për mua që vjen në xhami çdo xhuma dhe që prezanton në namazet e tjera dhe që ke vite që përkushtohesh në fe, ti s'duhet mjaftohesh vetëm atë çka thot kalendari. Po duhet të thellohesh pak më shumë. Lumë për ne për këtë Zot i cili na sjell oferta të një pas njëshme. Dhe kemi thënë, një namaz në këtë natë sikur je fal 84 vite. Një sadaka në këtë natë sikur fillon sadaka 84 vite. Në fjalë e mirë, një buzëqeshje dhe çdo vepër e mirë, të cilën e kryen muslimani në këtë natë, është sikurse të jetë përpjekur dhe të jetë munduar 84 vite të jetës tij. Dhe alhamdulillah për këtë Allah dhe për këtë Zot të gjithësisë i cili shpërblen shumë. Sa pak kërkon Zoti prej nesh dhe sa shumë që shpërblen. E nëse shikon dhe nëse vren, gjatë 10 ditë të fundit shtoje shumë një lutje, të cilën na mësoi Muhamedi alayhis salam. E pyet bashortja e tij dhe i thot, oj dërguari i Zotit, nëse unë vrej shenjat, se nata e Qadrit ka shenja, nëse shikoj shenja që është nata e Qadrit, çfarë të bëj? A të flej gjumë? Apo të rri? Apo të lutem? I thot pejgamberi selam, lutu duke thënë një lutje shumë bukur dhe shumë madhështore. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. O Allah, ti je falës i madh. Vallahi Zoti don na falë gjithë, prandaj na i sjell gjithë të oferta her pas here. Vallahi Zoti nuk don na dënoj, se përndryshe nuk na i tregonte rrugët e mirësisë. Na lënë të humbur. Por nuk është i tillë Allahu subhanahu wa taala. Se Zoti i gjithësisë don që ta falë robën e tij. Prandaj dhe i jep afat çdo ditë. Ka ringjall Zoti sot në mëngjes. Ka thonë ço robim, vazhdo me punë të mira, ti vazhdo me punë të këqija. Edhe një ditë tjetër, sërish të njëjta gjë. Edhe një ditë, edhe një vit. Dhe bëhen 10, 20, 30, 50, 70, 100 vjet. E njeriu çdo ditë Zoti e furnizon, ai Zotin e harron. A tregon kjo që Zoti është i mëshirshëm? Patjetër, se Allahu të kallon afat o musliman. Allahu i lartësuar të kallon afat, shfrytëzoja afatin e Zotit. Kush e din prej nesh që do dali nga dera e xhamisë për të përfundojmë? Askush nuk e din. Prandaj le të shfrytëzojmë këto pak net që kanë bërë. Le ta lutim Zotin me këtë lutje të madhe. O Allah, ti je falës, e don falë. Më fal mua.
ose o Zot ti e falë, se do në falje. Na falë ne, jo vetëm mu, por ne, gjithë. Dua specifike kur je vetëm, o Zot falë mu, o Zot na falë ne gjithë. Lutje të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja mësoi bashkëshortes tij. Prandaj ne nga ky vend e lutim Zotin që të na falë gjithë. E lutim Zotin që të na mëshirojë me mëshirën e tij të plotë. E lutim Zotin tonë që ta pranojë agjërimin tonë. E lutim Zotin tonë që t'i pranojë veprat tona. Allah e pranoft namazin tonë, fjalët tona. Atë çka e themi mirë është prej Zotit. Atë çka e gabojmë është prej vetes tonë. Allahu është i pastër nga tmetat. Allah na falë në mëshirë gjithë. E lutim Zotin tonë që ta shërojë çdo çmur kudo që ndodh. Allah e lartësuar na rrit shëndetin në rastet kur jemi mirë dhe na e zgjat jetën në punët dhe në veprat e hajrit. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.